Për herë të parë në Shqipëri po artohet një projekt ligj i ri për familjet kujdestare, me qëllim që fëmijët pa kujdes prindëror të strehohen në familje dhe jo në institucione. Kujdesi alternativ familjar, siç njihet edhe në projekt ligj, u jep familjeve jo vetëm siguri, por dhe mbrojtje, por dhe mbështetjen e dur emocionale. Për herë të parë në Shqipëri po artohet një projekt ligj i posaçëm për familjet kujdestare, me synim që fëmijët pa kujdesin prindëror të mos rriten në institucione rezidenciale, por të strehohen në familje. Kujdesi alternativ familjar, siç parashikohet në projekt ligj, u ofron fëmijëve jo vetëm siguri dhe mbrojtje, por edhe mbështetje emocionale e psikologjike të domosdoshme për zhvillimin e tyre normal. Vlora ka qenë një nga zonat pilot ku ky model u testua prej vitesh, sipas punonjësve social. Pikërisht për shkak të funksionimit të kujdesit alternativ familjar, është mbyllur edhe shtëpia e foshnjës, duke i dhënë prioritet rritjes së fëmijëve në ambient familjar. Interesi më i lartë i fëmijëve dhe e drejta për të patur familje janë në qendër të këtij projekt ligji, ndërsa kujdesi alternativ konsiderohet si një zgjidhje qëndrueshme dhe afatgjatë. Vlora ka qenë një prej projekteve pilote që është testuar kujdesi alternativ. Për këtë arsye është mbyllur dhe shtëpia e foshnjës pranë Bashkisë Vlorë, por normalisht është një nga të drejtat themelore dhe të Konventës së Drejtave të Fëmijëve, e cila ka parasysh interesin më të lartë të fëmijës. Dhe kur flasim për interesin më të lartë të fëmijës, flasim në radhë të parë që t'i garantojmë një familje. Të drejtën për të patur një familje është e drejtë themelore për çdo fëmijë. Dhe normalisht kujdesi alternativ është një zgjidhje qëndrueshme që në fakt e promovon gjithë bota perëndimore ku ne synojmë të aderojmë, dhe patjetër është një praktikë që ka dhënë rezultate pozitive në të gjitha vendet ku implementohet, për shumë arsye dhe për shumë shkaqe. Qofse ne do bënim një krahasim midis kujdesit rezidencial dhe kujdesit alternativ në një familje kujdestare, patjetër që një familje kujdestare ka gjithë mundësinë që të ofrojë gjithë atashimin e nevojshëm për një fëmijë, ka gjithë mundësinë për të ofruar atashim afatgjat, kujdes afatgjat, ndryshe nga një institucion rezidencial, i cili normalisht kujdestarët ndryshojnë në bazë të turneve, në bazë të lëvizjeve në punë e tjera me radhë. Kështu që fëmijët në një institucion rezidencial nuk e kanë të thjeshtë të krijojnë atashim ndaj personave, por patjetër kanë edhe izolim social, të themi, në institucion, për shkak se ata jetojnë të veçuar nga pjesa tjetër e botës, kanë vështirësi që të kenë ndërveprim të vazhdueshëm me pjesën tjetër, kurse një familje kujdestare është si çdo familje tjetër normale që kujdeset për fëmijët e vet. Dhe qëllimi i kujdestarisë alternative është kjo, që në radhë të parë të ofrojë të shikojë interesin më të lartë të fëmijës, në radhë të dytë të ofrojë gjithë mbështetjen dhe dashurinë që një fëmijë ka nevojë për të rritur, por edhe në aspektin afatgjat ka pastaj mundësi që të ketë më pak traumën e braktisjes, sepse kur flasim për fëmijët të cilët janë jetim apo kanë problematika të tjera dhe detyrohen të bëhen në kujdestari alternative, shpeshherë ka nevojë edhe për trajtim psikologjik, ka nevojë për trajtime të specializuara dhe kështu me radhë. Ndërkohë në Shqipëri ka mbetur ende një praktikë relativisht e re dhe përballet me sfida. Punonjësit social theksojnë nevojën për përmirësim të mbështetjes ekonomike nga shteti, si dhe rritje të buxhetit të dedikuar për familjet kujdestare. Shqipëri është një praktikë relativisht e re dhe ka goxha problematika që është e nevojshme që të adresohen. Një nga gjërat për shembull që mua më vjen në mendje është që një familje kujdestare aktualisht përfiton më pak se 10.000 lekë të reja, të themi, ndihmë, mbështetje. Ndërkohë që nevojat që ka një fëmijë janë shumë herë më të mëdha. Mund të rritësh sot në Shqipëri një fëmijë kushton më shumë se sa është kjo ndihmë, të themi, bazike që garanton shteti. Pastaj duhet të kemi parasysh edhe diçka tjetër, që kur flasim për familje kujdestare, jo të gjithë mund të jenë familje kujdestare dhe duhet të jenë kritere strikt që ne të garantojmë në radhë të parë sigurinë e fëmijëve, që të garantojmë që këto familje kujdestare nuk kanë histori dhune, nuk kanë histori abuzimi dhe kështu me radhë, dhe nga ana tjetër që kanë dhënë prova që janë në gjendje të rrisin fëmijë të shëndetshëm. Por në ana tjetër ka patjetër nevojë edhe për mbështetje ekonomike më të madhe, në mënyrë që të garantohet që këto
familje kujdestare të ofrojnë gjithë për kujdesjen dhe për kushtimin për të rritur një fëmijë i cili do bëhet një fëmijë i shëndetshëm dhe që ka mundësi pastaj në të ardhmen të kontribuojë në shoqërinë tonë. Diçka tjetër që unë doja t'ju sillja në vëmendje është që aktualisht në Shqipëri familjet kujdestare janë pak në numër, edhe në ndjenin time në qytetin e Vlorës janë pak familje që ndoshta numërohen me gishtat e një dore dhe ka nevojë që ne të ndërgjegjësojmë pak edhe familjet në përgjithësi që të kuptojnë që në fundit është dhe përgjegjësia jonë si shoqëri, është përgjegjësi sociale të gjithëve që ne të përkujdesemi më shumë për ata që kanë më shumë nevojë. Dhe fëmijët që kanë nevojë për një përkujdesje alternative janë ata që kanë vërtet shumë nevoja për të përmbushur dhe për të siguruar mirëqenien e tyre sa më mirë dhe për të parë interesin më të lartë të fëmijëve. Aktualisht, numri i familjeve kujdestare është i ulët. E për këtë arsye specialistët u bëjnë thirrje familjeve që të përfshihen në kujdesin alternativ, duke theksuar se ky kontribut ndikon drejt për drejt në rritjen dhe zhvillimin, si dhe mirëqenien e fëmijëve pa kujdesin prindëror.